Horoskopi ditor e shtunë 22 mars 2024. Dashi, ditën e sotme do të ndiheni të keq kuptuar dhe një ndjenjë ankthi ju pengon të arsyetoni qartë. Prandaj këshillohet të mbani një profil të ulët, shmangni ndonjë arsye tensioni me njerëzit e afërt, mos u merrni me aktivitetet përditshme dhe mos prisni të pamundurën nga fiziku. Përpiquni të shkoni mirë me partnerin pavarësisht gjendjes tuaj. Demi, ditë e paharrueshme për Demin. Të gjithë planetët saktësisht të 10 janë rreshtuar në anën tuaj, një garanci e bukur për ju. Ata bëjnë çdo lëvizje tuajën të sigurt. Marrëdhënie të bukura emocionale në këtë ditë, dashuria mbi të gjitha do t'ju sjellë siguri dhe një qëndrueshmëri të fortë. Do të keni marrëveshje të mira me njerëzit. Binjakët, ju mund të zgjidhni me vendosmëri dhe dashamirësi një pyetje në fushën e punës ose të rifilloni bisedime për një biznes, fillimisht të paqartë por më pas shumë bindës. Mbrëmja do t'ju katapultojë në një atmosferë shumë romantike, gati për rallë dhe lumturia që do të përjetoni ju dhe partneri do t'jetë e madhe. Gaforia, ju nuk do t'jeni në formë të mirë ditën e sotme, bëni kujdes me frymarrjen, keni ritme të rregullta të jetës në lidhje me ushqimin dhe gjumin. Këto do t'jeni ilaçet më të mira për trupin dhe shëndetin tuaj. Për të shmangur problemet, përqendrohuni vetëm në punën tuaj. Një reflektim i bukur do t'ju lejojë të rregulloni ato që nuk funksionojnë në çift. Luani, me një ushtri të planetëve në Bricjap, ju do të ndjeni të fortë në çdo situatë, sigurisht që nuk do t'ju braktisë as ndjenja për të qenë fitues. Periudha do të jeni shumë të fiksuar në lidhje me mirëqenien fizike dhe pamjen, ditë e rëndësishme për të zgjidhur problemet me miqt ose në një marrëdhënie. Shkarkoni energjinë e tepër. Virgjëresha, shkathësi e madhe, gjendje shpirtërore dhe krimtaria për të shitur. Ja ku janë dhuratat e hënës për ju. Dita fillon në mënyrë më të mirë fal favorit të yjeve. Askush nuk do të jetë në gjendje t'u ndaloj dhe çdo qëllim do të jetë në mundin tuaj. Në fushën sentimentale do të keni mundësi të shpikni gjëra të reja për të rishikuar marrëveshjen me partnerin tuaj. Peshorja, nuk do të doni të hyni një konflikti me fqinjin tuaj, përpiquni të shmangni takimet me ta. Heshtja ose heqja dorë do t'ju jap një avantazh. Përveç gjumit më shumë, shmangni marrjen e vendimeve të rëndësishme. Jeni në një moment shumë delikat. Akrepi, duhet të pranohet që në këtë periudhë shumica prej jush janë në gjendje të punojnë me zell të madh. Njohuritë dhe profesionalizmi juaj do të jenë një domosdoshmëri. Një mbrëmje shumë e këndshme është paralajmëruar për gjithë ju në emër të relaksimit, argëtimit dhe paparashikueshmërisë. Kujdesuni për ekuilibrin tuaj psikofizik dhe mbani mend. Shigjetari, gjatë kësaj periudhe puna dhe biznesi monopolizojnë vëmendjen tuaj, por Venusi ju fton të reflektoni për rreziqet që rutina mund të krijojë në jetën e një çifti. Mundohuni të gjallëroni lidhjen tuaj, mbase duke befasuar partnerin tuaj me një mbrëmje romantike. Lejojini vetes pak dembelizëm, disa momente që ju t'i kushtoheni relaksit dhe hobeve tuaja të preferuara. Bricjapi, do të keni ide të shkëlqyera se si të organizoni punën tuaj, të përmirësoni të ardhurat tuaja dhe ta bëni marrëdhënien tuaj me të dashurin edhe më të rrejse, si emocionalisht ashtu edhe erotik. Dëshira për të ndërmarrë një hap të rëndësishëm do të trokas në derën e shumëkujt. Ju do të vlerësoni një telefonat të papritur, një ftesë të papritur për darkë ose një program mbrëmje të miqve. Ujori, do të duhet të përballeni me disa pengesa të papritura të vogla, por edhe mos u shqetësoni sepse do të keni mundësinë të gjeni forcën e nevojshme për të kapërcyer vështirësitë e ndryshme dhe këtë moment të mundimshëm. Le të flasim për jetën private. Tregoni simpati me partnerin dhe antarët e familjes dhe sqaroni një herë përgjithmonë një çështje të jashtëzakonshme mbase të një natyre financiare. Peshqit, ditë fantastike për ju peshq, do të merrni një lajm të mirë ose një dhuratë të bukur të papritur. Yjet sigurojnë në të vërtetë një forcë të madhe bindëse dhe një entuziazëm lëvizës që do të sigurojë kontroll për ata që do të duhet të merren me ju. Sensualiteti juaj do të arrijë lartësinë e përmbushjes për të cilat kurrë nuk dyshonit se mund të kishin ekzistuar.